Shtëpia dhe karakteri kanë ndërlidhje shumë madhe. Pse? Sepse nëse ti në shtëpinë tënde nuk ja mëson e vladëve tu karakterin, për çka e ndreq atë shtëpi? Nëse gjalli jot piqa ti s'del me moral, nëse vajza jote s'del me moral, që me thonë njerëzit dul pi shtëpie, na çik kur dojna me lavdru di kanë çka i thojna, çik shtëpie. Pse kështu e kanë përdor populli? Çik shtëpi, pra shtëpie me moral, jo shtëpi muri. Nuk e ka për qëllim shtëpinë e jashtme, se shtëpitë jashtme kanë ketë. Andaj, thot Imam Buhariu kapitulli i butësis, me njerë pas kapitullit të mureve të shtëpis, për të regu se mure kanë ketë, ama shtëpi jo ketë. Po, e ka një ngrehin që aty ketë e kanë nga një palat. Ama shtëpi, ku mësohet, ku në të sofor, ushqejet me bindje, me moral, me respekt për familjen, me respekt për ata që ka meritojnë respekt, që kjo është shtëpia të ndëruar që më rli.